Sonte në pikë, mysafir është Osman Osmani, veprimtar I kahershëm, njeri prej themeluesve të lobit shqiptar-amerikan në New York dhe pastaj edhe në Washington, një mik I vjetër, Osman, mirë se vjen. Mirë se gjojnë. Dikush njeh mas shumti si kojshi të Clintonit, por ne njihemi ma moti edhe në gjitha bisedat e kemi fillu ashtu siç duhet me fillu. Është momenti kur ti si një njeri I lindun në kufi, në Morin, mes në vinë kufitare mes Jugosllavisë atërshme dhe Shqipërisë, ai kufi ngurtësohet dhe ai kufi pamundson që ju Malësia Gjakovës të komunikoni. Si e ke përjetuar? Po, me thonë të vërtetën, unë kom lind në Morin, me një maj 1946. Aty e kom përjetu tonë jetën, të vanë 16 vjetë I kom kalu aty. Kom fillu, kom shku në shkollë fillore. Atër sa kanë fillu shkollat, s'ka pas as shkollë, po në qeshin në përshpia private. Keni qenë po në shetës në shkollë, a? Jo, në Morin kem fillu në përshpi private. Atër, mas 2 vjetë në kanë qunë për në shetës. Gati 8 vjetë atë kom kry. Një orë, 9 kilometra, pe I shpis të emën për në shetës 9 kilometra. Me shku edhe në më Si fmi, bdimen, borë, atër bjën të borë shumë. Kem vazhdu aty, atër kem ra, baba shiti tokën atje dhe ra në Gjakov. Kom nëjë 3-4 vjetë në Gjakov. Kom vazhdu në gjimnozën Hajdardushi në Gjakov. Është interesant kjo, se me qenë kufini është kalon. Në qafa Morinës është për me kalu në Shqipni. Unë I kom përjetu plot gjona aty, si I vogël, po I shisha se deportashin në përshpitur, ne jem konë shpi, sikur me konë hotel aty, edhe pe Shqipni, edhe pe Kosovë, që atë baza konë. Kush do I keme I legalisht? Që atë konë baza. Aty u shkarkojshin. Edhe pse I vogël, une kom pas rast, se ne kem pas odën e burrave të njofne, aty u mletëshin krejt mjesht, për I krejt Dugagjinit. A neje, sa konë kufini qenë një nërë dhe për Shqipnije. Kom pas rast me indigju. Cila ka qenë pjesa ma e vështire kufinit, e këti përjetimit? Pjesa ma e vështire, aty konë e vështire gjithmonë, se gjithmonë kish depërtime, I këshin anë, I këshin kënej, aty u bëjke problem, aty u bëjke zbunë, në ushtria? Po, ushtria, në bishin halakarqin, në këshoshin, ishim sy. Po. Po, atër vazhdu, kom përjetu mas nej aksionin e pushve, kom përjetu. Ku në Morin? Po, jem konë Morin, po. Po, e kom përjetu. Të mëne di krej që e në bo ato. Kur shkëshim shkollë, shishim ka I qojnë lidhën stacion policisë, tërshin në zim, të rejën, në bomë, qashtu. Ka qenë ideja, ka qenë dush me pru një pushkja? Po, jo, edhe sarë, se u ndëgjesha për 2 vjetërëve aty, ata I mërshin pusht, si ja u mërshin tjerëve, ja qeshin në 2 taborët atë diko, veç me I rej, me I dëmë të ujë, the ki pushka, të ke, s'kom pushka, u deklare kësë s'dike. Po, ata e kishin shtive, të kishin këto e kia. Ka qenë edhe një lloj kriminalizimi kufinit në atë kohë, me sa ma I men unë, të për cilën ti ke folja është vrasja e supozume e njerëzve të kalim. Po, vërtet është ajo, se unë e kom përjetu, I kanë vra në sek, e I bishin aty afër shtëpisë tonë dhe aty qeqin push, bumë, bëshin kiamet se ka bëhet luft. Na mendojmë se po bëhet luft, 2 shtetënore. Veç me thonë se I nëzum të ka ikin. Ama I vrajshin në përkatull në për atje. I vishin aty I bëshin. Dhe, dhe më thonë, në atë kohë, ti vendos që, dhe më thonë, që me shku në Amerikë, sepse ndodhë diçka që është pjesë e traditës ju I familjari ju? Pjesë e familjes, na jem 4 herë veç me shpinë e Shababinokit e Mëllësmone, me të Sokorit që ta.
Po, janë 100 kusur vjetë i bje. Ata përmes me ndërprej miqësin, unë jam këni vogël, 7 vjeç më kanë feju, s'kom t'i gjohë. Atër erë ku aurëtëm, atër jem konë në ushtarë, erdha se më diqë baba, erdha 10 ditë, najta mas 10 ditë e diqë baba, najta 10 ditë e kreva famen, atër u ktheva të shpia, baba i shoqës ma qenë një letër, atër s'ka pas telefona gjona, thot, në qofë se donë më ardhë, hade me revojzën tonë, në per qef të rrisë, per qef, këta u shkollë punë tonë. Po, edhe kjo është një familje cila ka emigru prej Shqipnis. Kanë jetu në Prishtinë, ata jenë konë dalën, kanë jetu në Prishtinë. Njerë një stogë e ma në Prishtinë. Po, një stogë në Prishtinë. Po, ata kanë pas ikë prej Shqipnis. Po, prej Shqipnia kanë ikë, 52-ën, 3-ën, ndiko që aty. Po, se kanë qenë familje lidhën me... Po, me Avezogën, me Mretni. Po. Edhe une... Edhe ti nisësh? Une nisë për Itali. Po, ditë kur gjo, sa në mi këtu. Ke qenë 19 vjeç, ha? 17, 19. 18, qashtu, 18. Po. Edhe dalë në Itali, s'di gjuhë, s'di kur gjuhë, që atin atje. Më mova me full sërbir, këtë e që gjuhë ma, ajo ma këtë se Shqipja. Se italian di kanë shumë fjallë me Shqipen, po jo me Serbën, jo, me Shqipe. Po, ata dhe me duhe, u orientova, mësova atë. Po. Me ata 4 mujndit atë. A me ndove që ndështë ta kime najtë edhe në Itali? Po ata mundësi, mu dha mundësia, interesat, po e punë e mirë, bile, po edhe pare, po unë isha njësë me shku atje. Po. Shkova, mas 4 mujve, na qunë për Amerikë. Po. Ma murën pashaportën, ma dha një italione, sa tërsonike pashaporta e Jugoslavisë, po. Ja. Dhe shka u bodi teknik në aeroplan, e shdrepe Madrid. Fjetëm një notë Madrid, atër neset me 10 gusht, kom të ipë në Kennedy aeroport. Edhe ishit krejt, 10 gusht 1968, ha? Po. Edhe ishit një shumicë shqiptar? Kesh shqiptar, pejbolit jo kosovar, asë një kosovar. Pejbolit zi kanë qendo. Sepse në atë kohë ka pas edhe ma shumë emigracion të shqiptarve të Malit Zi. Aty s'kom gjetë, ata erdhe që atë gjenerat me muje në orë këta të rritë, po aty ka pas kosovar edhe pe Shqipnije. Kosovarën konë, që thuhet, Gjafer Deva, Gjelal Mitrovica, Sajt Kryzjev, po e Qazi Memra, ka pas këte, Abbas Kupi jenë konë edhe Shqipnisë tonë ata. E është interesant ti pe Odës Morinës, shkon notë New Yorkut. Po, ure, majri që të mija të kërë, ata tonë të vjetë, njerëz ishin konë ministrat në kohët mretët, ishin njerëz pjeko, njerëz, po, më përkrashim, dëshin qashë shumë, dëshin mu më vike marrë për tyne, me tonë drejtë, për që dësha me më vike keqë. E qka ishte muhabeti kryesor? Po ata e dishin, e kishin marrë për historinë, se kujt jeme shpisë, se sene, përshën gjona për atje, po, dhe ishe i ri, po. Përkrashin, më rrathajshin gjithë ko. Hadhe më mështi për po, ko përshki unë para njerëzve asisojt. Po, në debatet e tyte se kënajt me ta, qëfar debati kanë pas ata? Debatet i kanë pas të kundër ta. Edhe unë me thonë drejt i ri, jo me të regu me qëri, po mu doke gabim. Ata tonë ishin kunaj komunizmit aty, se ishin ikë për qatë gjonë. Po ishin me bolle komptar, bolle agrar, legaliteti, krejt partit formumën. Ata leftojshin njën i tjetën, na kem punu ma mirë, na kem punu ma mirë. Po mirë më bura, po ato jenë shku tash, s'ka një ka punu një tash. Edhe nuk mërshim pjesë në zjedhe në Amerikë ata. Jo, ku mi shku ata Amerikanë venderë, jo, veç njën i tjetërit. Festat i bëjshin bashk, festën e flamurit ato i bëjshin bashk. Po ushtyshin gjithmonë. Ore i thajsha, bile me zvetë mi, shka keni marrë jo. A i një darë këna komunizmit po, e ta shka keni me njën i tjetër, ta njën kundër. Po, ashtu ishin ideologjia atyne. Edhe, do më thonë, këto e në vitet 70. Po, 71, po. Po, derin vitin 80, faktikisht, 80-81. Atër e fillu marë, po jo pe Kosovë pak kanar, vorë kanar pe Kosovë. Në atë kohë, në qatë periudhë 70-80, ti koncentruosh në biznes edhe je shumë i suksesshëm. Po.
Por e fillon edhe ti edhe vllazit me 2-3 punë. Pa nda. Një 7 vjet I kom bo 2 punë plota. Po, do më thonë 16 orë të mira. E lash nonën me vllazën të vogël 7-8 vjeç, motra, baba diq. E mu duke më angazhu dhe ka dhe atje. Po. Dikur kur u bona familjar vet, u detyrova të thoma po vini qa po bojmë. Po, mirë, u tregu të suksesshëm në biznes, do më thonë I keni hyrë dhe jeni njoft në krejt komunitetin si punëtor.